Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra dashura kam sjell recetën e gjellës me veshk viçi. Përgatitja shumë e thjeshtë, e kam shoqëruar me pilav, një gjellë e shëndetshme, një gjellë e vjetër tradicionale, është shumë e shijshme. Shpresoj t'ju pëlqej receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, kështu në një tenxhere hedhi një qep mesatare. Unë jam duke përgatitur këtë gjellë për 2 persona. Qofse përgatitni për më shumë, atëherë shtoni masat. Një qep mesatare hedhi në tenxhere dhe i shtoj dikon rreth 60 ml me vaj. Ja shtoj dhe 2 thelbi me hudhër dhe i zi zjarrin në temperaturë mesatare. E fërgoj qepën derisa të filloj që ta marrë një ngjyrë kafe të hapur, duke përzier vazhdimisht. Kemi skuqur dhe qepën, siç e shihni, ka fillu që të merr ngjyrën kafe të hapur. Atëherë ja shtoj një veshk të viçit, pra ju mund të shtoni më shumë copë nëse gatuani për më shumë persona. Një veshk për mua është mjaftueshëm për këto masa. Hedhi veshkën, shtoj një spec kështu të kuq apo jeshil, varet se çfarë i qellon në shtëpi, ose nëse keni në ngrirje mund t'i shtoni. E përzi mirë masën derisa veshkët të viçit fillojnë që t'i largohet ajo ngjyra e kuqe. Kemi fërguar masën dikon për 6-7 minuta, kështu duke e përzier vazhdimisht. Atëherë ja shtoj 2 lugë gjelle me pasta domatesh. Nëse keni në ngrirje pasta domatesh apo e keni të konzervuar vetë, thjesht mund t'ja hedhni. E përzi. I jep një shije shumë të mirë pasta e domatesh. I shtoj 3 fleta dafine për aromë, një lugë gjelle biber të kuq. Përzi masën kështu dhe e fërgojmë dikon për 3-4 minuta. Ka filluar që të vjen një aromë shumë e shijshme në kuzhinë. Tash i shtojmë dikon rreth 200 gram me këpurdha të marinuara. Mund t'i shtoni dhe të freskëta. Nëse i shtoni të freskëta, atëherë duhet që t'i shtoni menjëherë kur ta shtoni dhe veshkën, pra mishin kur ta shtoni. Shtojmë një lugë gjelle me magdanos të thatë, nëse keni mund të shtoni dhe magdanos të freskët. Një lugë gjelle me vegetë apo krip, varet nga shija juaj. E përzim kështu për disa sekonda. Besoj se është mjaftueshëm dhe tash gjellës ja shtoj ujin, dikon rreth 1 litër e 200 ml. Besoj se është mjaftueshëm. Ja vendosi tenxherës kapakun, uli temperaturën dhe mes të ultës dhe të mesmes gjellën do e zi dikon për 1 orë e gjysmë. Pasi gjella është zier dikon 1 orë e gjysmë, pra siç e shihni, e kam provu dhe veshkën apo mishin dhe është zier mjaftueshëm. Atëherë i marrim, këtu kam 2 lugë gjelle të mbushura plot me një sheste dhe ja hedhi 1 fixhan me ujë. E përzi mirë masën që mos të ngelet topha. Pasi një shesta është shtretur mirë në ujë, atëherë ja hedhim gjellës. E përzi mirë masën kështu. Dhe e lajmë në zjarr mes të ultës dhe të mesmes që të zihet dikon për 20 minuta. Pasi gjella është zier dikon rreth 25 minuta, është shtrashur mjaftueshëm nga një shesta, atëherë e largojmë nga zjarri dhe është gati për konsumim. Gjella është gati për konsumim, konsumohet e nxehtë,
Unë do ta shoqëroj me pilav dhe do e servoj në këtë mënyrë. Pilavin e kam vendosur kështu, kurse në mes do e vendos si gjellën. Pra, ka dhe një pamje shumë të mirë kur servohet në këtë mënyrë dhe shkon shumë. Të mësed dhe pak dhe besoj se është mjaftueshëm. Në këtë mënyrë. Ja dhe si duket gjella me veshk hiqe, të gjithë ju motra që e përgatitni, ju bëft mirë, kurse ju motra që ndani kohë për videot e mia, jepni komente të bukura, ju falinderit, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.